tek sjellje do të flasim për politikën, pra si sillen politikanët me qytetarët dhe qytetarët me politikanët. Situata e parë, takimi një politikani me një zgjedhës gjatë fushatës. Unë jam zgjedhësi. Sigurisht, unë jam politikan. Po. Fillojmë? Gati kamera, do filmojmë? Fillojmë. Si jeni zoti qytetar? Si jeni? Ma je mirë, si ke si? Mirë. Qërë bohet mirë? Çfarë halli ke? Asi hallerina mirë fort, asi gjoskina. Si asjall? Të lutem shumë zotri, mos më dhunoj idealin e politikës. Unë kam hyrë në politikë për të zgjidhur hallet tuaja. O s'kena si haller, gjithë si katuni ina mirë, sa na ke hikti për katuni, kina pështu gjithë ina mirë. Më fal, po këtë mos ma thuaj se unë jam biri juaj, a? Ja. Jam biri juaj tani. Nona mos ka kalu, ka rinë i muj nega katuni jonë. Zoti zgjedhës, të lutem thuaj hallin do ta zgjidh në vend, të jap fjalën time. A do halla? Hall të ta zgjidh tani. Po, ta thomun hallin. O ka një dy herë që s'mje lopa bardh mu, si bëhet më e lon. Situata tjetër, bisedë mes dy miq për politikën, të dy jemi shok. Fillojmë. A më shok, qa bune? U bo gjithë të vjetë s'kam pa, ku ke qenë? Në Harvard, qko marrë Harvardin, ka marrë me fillun a i punë të shi. A bo dal jetër? Se më? Ke shku derë në Amerikë me lonë lesht me marru Harvardin, marrë me gjithë punë në Shqipëri? Përse ku të shkoja? Shko vla ke LSI-a. Punë direkt. Me tesëve, shef zoti. Situata tjetër, si votojnë ligjet deputetët në parlament? Ti e deputeti, unë kryetari parlamentit. Se e dopsuar. Jam dopsuar. Unë jam një nga ato deputetët që rinë bankë të funit. Po. E kam atë kompjuterin para? Po, e ke. Atër, fillojmë. O, qa femër. Ma qoj qik numrin e telefonit. Atëre, hapim votimin me karton për votimin e ligjit, ne një parë, pro. Po. Miratohet, ne një dytë, pro. Po. O, qa femër. Ne një tre, pro. O, zoti deputet. E kemi lënë mbledhje grupi, ne një tre, nuk e votojmë, pse voton? O, s'po votoj për atë, po votoj për këte. Incident në parlament me kryetarit parlamentit dhe një deputeti. Po. Ti deputeti, prapë në kryetari parlamentit. Po. Fillojmë? Fillojmë. Atëre hapim seancën plenare për ditën e sotme, zoti deputet, u lunin vendin tuaj, ju lutem. Po, do ulem. Vazhdoj me zoti deputet, ju lutem, po më krijoni incident në sallë, u lunin vendin tuaj. Do ulem vëlla, do ulem. Ja me Zoti deputet, po më krijoni incident në sallë, po prishni seancën, ulu në vendin tuaj. O, do ulem pas maj men me kë parti jam me vëlla, se ditë është i ka çkeja aki. Situata tjetër, takimi një deputeti, po me një zgjedhse, me një gru tani. Me i zonjë. Me i zonjë. Tia e zonja, unë jam deputeti. Zonjen. Fillojmë? Si e qove mirë, si e këtu. Mirë, ha? Shishë. Ajde, misë, tjetë. A do me bire këllim? Zonjë, unë jam këtu për ty. Ja. Mua nuk më zë gjumi natën për ty. Au! Unë dua të shoh ty çdo ditë më të pasur. Që të thoni? Unë dua të shoh ty çdo ditë më të bukur. Ja. Unë dua të shoh ty çdo ditë më mirë akoma. O qën, Urdhon. ma bo halal po e lidh me nona. Fali zonjë, po ç'lidhje ka kjo? Po që kështu si e të fal ti si e të më kërku vote, ti e të ma lip më duket. Situata tjetër, si mbajnë fjalim gratë deputete në parlament? Të dy jemi gratë deputete, ti ajo që ke marrë fjallën në foltore, unë ullur. Mas një debati të ashtë, Po, jemi kundërshtare, Po. Fillojmë. Të nderuar zotëri deputet, ju lutem shumë, ka femra në salë, jemi deputete, jemi motra, jemi nëna, jo me atë fjallor. Pa ikmi ti ullu zë i vend time. Bo, vi ti zora gjie bushtër drejqi, bo, tu hapë zoni ti me.
Rrive aty, dolem pozitimi, dolem pozitimi, ikme, ose raqip, unë të shklimi, dolem pozitimi, diu ku e ke ble fustanin, e di. Pa ikme drejt se diu kush t'i Të pasojnë nderuar ty. deputet, jo me fjallor banal, ju lutem, jemi motra. Një fjalim korrekt liderësh në parlament, këtë do bëj vetë. Po. Ne duhet të sakrifikojmë për vendin, falenderojmë Shtetet e Bashkuara dhe zotin Obama për konsideratën që pati për vendin tonë. Tani një lloj tjetër fjalimi. Po. Hajde, fillo. Ne, do sakrifikojmë, falenderoj zotin Roko Papetilione.